Ditë më parë, Komuna e Ferizajt u shpall kampion për përmbushjen e zotimeve për hapësira gjelbëruese me rezultat 88%, ku nga 9 premtime, 8 nga ato janë përmbushur dhe 1 është në fazën e punimeve. Drejtori i urbanizmit në këtë komunë Arbër Bytyçi ka bërë me dije se ky vlerësim erdhi nga KDI dhe rangon komunën në vendin e parë, duke lënë mbrapa komuna të tjera si Prishtina, Mitrovica, Peja, Gjakova e të tjera. Siç e dini edhe ju, ky mandat ka qenë mandat i projekteve të gjelbërta, investimeve në të gjelbërta, dhe në kuadër të këtyre Komuna e Ferizajt ka investuar në një numër të madh të projekteve sa i përket ndryshimit të ambientit dhe përmirësimit të jetës së qytetarëve të Ferizajt. Dhe në kuadër të krejtë të kësaj nuk mund të ishte ndryshe dhe fletnotimi i KDI-s për Ferizajin, të cilët e vlerësuan Ferizajin si qytetin kampion sa i përket të gjelbërtës. Gjithsesi nga 9 premtime të cilat u vlerësuan në kuadër të këtij fletnotimi, 8 tashmë ishin të përmbushura dhe 1 është e filluar. Dhe kjo normalisht na gëzon faktin pasi që vlerësuesi për punën dhe për angazhimin tonë që kemi bërë së bashku me kryetarin e komunës sa i përket të gjelbërtës dhe investimeve në ambient. Aktualisht në këtë fushë punimet janë duke vazhduar në projektin e kodrës së Sherretëve, gjithashtu te Parku Liria, e që pritet të përfundohen në tërësi deri në fund të këtij viti. Normalisht do të vazhdojnë investimet edhe në këtë vit sa i përket projekteve, do të synohet përfundimi i projekteve të mëdha tashmë që kanë filluar sa i përket investimeve në rregullimin e parqeve, do të synohet që deri në muajin shtator, tetor, gjithsesi fundi i këtij viti të përfundohet edhe parku në kodrën e Sherretëve, gjithashtu të përfundohet pjesa e zgjerimit të parkut Liria, do të vazhdojmë me dinamikë të shtuar, po ashtu edhe punimet në rregullimin e parkut të ish objekti pasërties. Gjithashtu dhe kemi filluar projektin e ri të pocket parqeve, ku do të vazhdohet investimi në për zonat urbane dhe rurale për krijimin e parqeve të reja. Në kuadër të krejt kësaj po besoj që investimet milionshë, mbi 5 milion euro investimet që bërë nga kryetari i komunës në këtë mandat, ky vlerësim i marrë nga KDI-ja është një motiv shtesë për ne që të vazhdojmë edhe më tutje të japim projekte të natyrës së tillë. Krahas zhvillimit të qytetit, investime në hapësira të gjelbra janë të domosdoshme.